Gjatë primejit, momenti kur Leonora, opinionistja e Big Brother Kosova, ju drejtua Edit ishte një nga më të fortët dhe më domethënësit e mbrëmjes. Me një ton të qetë, por shumë të prerë, ajo vendosi t'i thoshte hapur atë që, sipas saj, shumë njerëz jashtë shtëpisë po mendonin. Fjalët e saj nuk ishin sulm, por analizë e thellë emocionale dhe njerëzore, që e vun Edit përballë një pasqyre të sinqertë. Leonora i tha Edit se kishte bërë gabim që ishte larguar nga Dolce, pavarësisht faktit që ajo, në një moment krenarie apo mbrojtjeje personale, i kishte thënë largohu. Sipas saj, ai moment nuk duhej marrë fjalë për fjalë. Ka njerëz, tha Leonora, që edhe kur të thonë ik, në të vërtetë presin të qëndrosh. Dhe sipas saj, Dolce është pikërisht ai tip vajze. Ajo shpjegoi se Dolce nuk është vajzë që hidhet, nuk është vajzë që lutet hapur apo që të vjen pas duke kërkuar vëmendje. Përkundrazi, është e përmbajtur, krenare dhe shumë e ndjeshme. Dolce është tipi që do t'i lutesh pak, i tha ajo Edit, jo sepse është e dobët, por sepse do të ndjej që je i sigurt për të, që e do me zemër dhe jo vetëm nga momenti. Leonora theksoi se pikërisht këtu Edit kishte gabuar. Ai u tërhoq shumë shpejt, pa insistuar, pa luftuar mjaftueshëm për një vajzë që nuk jep gjithçka menjëherë, sipas opinionistes. Nëse Edi do të kishte treguar më shumë këmbëngulje, më shumë durim dhe më shumë zemër, Dolce do të ishte hapur ndryshe. Ajo do të ishte ndjerë e zgjedhur, e sigurt dhe e vlerësuar. Ka vajza që i fiton me zhurmë dhe pasion, tha Leonora, dhe ka vajza që i fiton me durim dhe qëndrueshmëri. Dolce është nga këto të dytat. Fjalët e saj e lan Edit dukshëm të menduar. Ai dëgjonte në heshtje, sepse për herë të parë dikush po i shpjegonte qartë se ndoshta nuk kishte humbur Dolcen nga mungesa e ndjenjës, por nga mungesa e insistimin. Leonora nuk e justifikoi asnjërin palplotësisht, por e bëri të qartë se në këtë histori ai kishte pasur një rol më të madh se sa mendonte. Ky diskutim u pa.